Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nderuar besimtarë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë me ligjëratën e radhës në kuadër të kësaj serie që jemi duke shpjeguar 20 hadithet të Imam Nevavijut rahimahullahu ta'ala. Është hadithi 10 nderuar vëllezër besimtarë, i cili është një hadith i rëndësishëm veçanti për kohën e sotit, në ditët e sotit, kur njerëzit nuk janë shumë të kujdesshëm për mënyrën se si ata fitojnë dhe qysh ushqehen dhe si ushqejnë familjen dhe rritin fëmijët e tyre, duke mos i kushtuar shumë vëmendje ruajtjes nga harami. Por që është ka ardhur një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, le tijena ala nasi zaman kama ardhur një kohë kur njerëz la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal, kama një kohë kur njeriu nuk më qenë s'ka me kushtu kujdes se qysh po e fiton pasurinë prej halallit apo prej haramit, me halal apo me haram. E ky hadith do shënozër që jemi duke trajtuar që disa ligjërata për hadithi 10 në radhë, në cilin profeti alayhi salatu wasalam ka filluar të thonë inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i mirë dhe nuk e pranon vetëm se vepër në mirë. Allah është i mirë dhe nuk e pranon vetëm se vepër në mirë. Pra dhe adhurimet të dashur vëllezër besimtarë, të cilat nuk janë të mira në kontekstin e njetit, pra fillimisht nëse ato nuk bëhen me niyet të mirë, Allahu nuk i pranon. Kushti i parë i pranimit të veprave është niyeti. Nëse niyeti nuk është i mirë, sado që të jetë vepra të mundohet më paraqit si e madhe e mirë, Allahu nuk e pranon. Dhe kushti i dytë të dashur besimtarë është që ai të kryhet sipas udhëzimeve të profetit alayhi salatu wasalam, sipas mësimeve të tij. E këtu hyn pastaj dashur edhe tek halali dhe harami. Pra që të jemi të kujdesshëm që ato që fitojmë për veti, për ato që japim për të tjerë, të jetë halal në mënyrë që ta pranojë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky hadith është i rëndësishëm shumë, i ka dy porosi të mëdha. Rëndësia e fitimit dhe të ushqyerit me halal, që kemi folur në ligjëratën e fundit, dhe pjesa tjetër po aq e rëndësishme, rreziku dhe pasojat e fitimit haram, respektivisht të ushqyerit me haram. Fitimi dhe të ushqyerit. Por nuk kemi për qëllim të themi ushqim me haram, vetëm ushqimi, po edhe fitimi, pra është për qëllim këtë të temë është që fitimi të jetë halal dhe mos jetë ndaluar, sepse rreziku dhe pasojat e tij janë të mëdha. Janë këtë botë, pra disa pasoja i vuan, i përjeton njeriu në këtë botë, por ato më të vështira dhe më të rëndë në botën e përjetshme. Allahu na lutej. Nëse është dashur me qenë kujdesshëm çdo herë besimtarët për me ruajtur prej haramit, në kohën e sotit duhet shumë më të kujdesshëm të qenë. Nga se njerëz nuk e kanë frikë Zotit. Mos të madhe, gjithherë ka përjashtime, edhe sot ka përjashtime, alhamdulillah. Edhe sot ka besimtarë cilët janë shumë kujdesshëm që mos me hangër dhe mos me fitu me haram. I ruan haramit. Kanë dëshirë që pasuria e tyre me qenë halal, por këta janë pak. Shumica e njerëzve sot nuk po janë shumë të vëmendshëm
tek fitimi respektivisht e ajo që përqojnë në shtëpi dhe familjet e tyre, pastaj të vëllezër, pasojat janë të mëdha dhe ato kthehen edhe në personalitetin e njeriu, në jetën e tij praktike, edhe në familjen e tij, edhe në shoqëri dhe vazhdojnë të deri në ku dalin për Allahut Azza wa Jall. Të ngrohet e haramit ose fitimi haram është shumë llojesh, shumë mënyra. Disa të përmendim sot të ka dhe plot mënyra tjera që s'përmenden në këtë temë. Të ushqyrit haram disa përndojë janë të prej mëkateve të mëdha shpëtëse. Ka thonë për e selam, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Runë 7 mëkateve të mëdha shkatërruese. Runë 7 mëkateve të mëdha shkatërruese, të cilat ja shkatërrojnë njeriu të jetën në këtë botë, por ja shkatërrojnë edhe ahiretin. Për tyre kamata, mëkat prej mëkateve të mëdha. Besimtar, kamata nuk është thjesht një gjuna, një shkelje, po është një mëkat prej mëkateve të mëdha. Madje i ka përmend këto 7 mëkatet më të mëdha që konsiderohen. Në krye tyre është shirku, padyshim, pastaj thotë ngrënia e kamatës dhe ngrënia e pasurisë së jetimit. Në këtë hadith janë përmendur këto 2 mënyra përmes të cilave njerëz përfitojnë fatkeqësisht, por ky fitim dhe ajo që ata morrin është ndaluar dhe është prej harameve të mëdha. Në hadithin që ceka më herët, ka më ardhur një kohë, njerëz kanë rrinë një kohë që njeriu s'ka me qenë i vëmendshëm, as interesuar se çish po fiton. E min halalin e min haram. Halal ose haram. Më rëndësi është me fitu. Më rëndësi është pare me ba. A jemi në qëtë kohë? Nuk e di. Por a i përgjanë koha jonë që ti hadithi që ka paralelu kohë që shumë. Sepse njerës jenë gjendje, po flasë edhe besimtar, me shkel parimet e veta, me shkel marrëveshje, me shkel bese, me trahtu namazin e ti, shahadetin e ti, dhe pastaj të mashtron në punë, të mashtron në kvalitet, të mashtron në sasi, të mashtron e kuju. Së të flasë pastaj për mënyrat, dhe mënyre, programe, dhe emisioni, janë gjendje me shkatru rinin e shoqërinë, e popullin, e familjen, vetëm për shkak të pareve. Edhe ata që është përdojnë në shesin drogë, narkotik, gjendje fëmijë, sabit, me prish, me shkatru, vetëm e fitu. E komore, alkoholi, e kështë në rrë. Disa prej pasojë dhe shpëzët të fitimit haram, do të përmend disa prej tyre, e ka shumë. Pasuria haram, fitimi haram, ushqimi haram, edhe me katin përgjithësi, është një lloj dënimi që përjeton njeriu në këtë botë. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ka thonë të dashur, ka thonë vepra mirë, ka dritë, vepra mirë, inna lil hasanati nuran, ka dritë, shkëlqim, forcë, vullnet tek besimtari. Kurse ka thonë e keqja, pra edhe ushqimi haram, edhe fitimi haram, sawadan fil wajh, ftyrën ja prishë njeriut. Wa dhulmatun fil qalb, dhe ja nxit edhe zemrën.
o wahnen fil beden dhe plagështim në trup, s'ka vullnet për ibadet, s'ka vullnet për ibadet, s'ka vullnet për namaznate, s'ka mundësi, s'ka vullnet me lexu Kur'an. Ka njerë njëri ndoshta nuk e gjon përgjigjen pse s'po mujna me boj ibadet që shkan bot të tjere që ne i lexojmë në libra. Ku janë ata besimtarë që griten sot falen natën me orë të tëra që lexojnë Kur'an, me orë të tëra që bojnë, ku janë? Pse? I ka thonë Hasan al-Basriu, njëri prej, e ka bojnë një pyetje, ka thonë, ja imam, ka thonë, s'formoj më që natën më falë. S'formoj më që më falë namazën e natës. Ka thonë, gjënahët i kam thoje. Gjënahë i s'lenë o besimtarë. Në veçantinë sa është kur ka të bëjë me ushqimin e me fitimin e me ushqimin e me pijen e pengon njeriu. Pra wahnen fil beden, plagështim në trup dhe s'ka vullnet pastaj dhe as ka forcë besimtari për vepra të mira. O naqsan fil rizq, dhe është zvoglim i riskut. Ani pse njerëzve i duket që po shtohet. Në realitet zvoglohet, humbet bereqeti. Dhe subhanallah, dhe ka përmen po ashtu një pasojë të madhe o bughdën fil qulub dhe urrejtje në zemrat e njerëzve. S'ka dashni. Është realiteti sot që kjo. Në ka dashni mes njerëzve. S'pa thëmë ka urrejtje. Në ashta s'pe mërë qëtë veç edhe urrejtje ko gjashëm, edhe nati ko gjashëm, edhe hased ko gjashëm. Po flasë mes akraballakut, mes familjarëve, mes gjematit, nuk ka dashni që ka pas më herët. Urrejtje. Ibn Qayyim thënë si pasoj mëkatit dhe fitimit haram është edhe kjo. Allahu na mëjë Rabbil Alamin. Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, nuk rritet një trup me haram përveç djegjes së zjarrit të xhenemit do t'i nështërohet. Ai trup që rritet me haram, ai rrezikohet më djeg me zjarr. Allahu na ruaj. Kjo është rrezikim. Por të shëndet prej pasojve të Allah, është hedrimi në Allah Azza wa Jall dhe dënimi me zjarr. Ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam që transmeton Nabi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë bi sallallahu alaihi wasallam qata haqqi min muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-jannah. Ai cili ja merr pasurinë Allahut e tij musliman pa të drejtë me dorën e tij, Allahu ja ka bërë atij xhenemin obligim dhe xhenetin haram. Ai që ja merr dikujna pasurinë. Pashtu ka thonë për e resën një hadith tjetër, subhanallah, betimi i rreshëm. Betimi i rreshëm është fjolla në shërbëje, në tregti. Betimi i rreshëm thotë ndihmon me shit, por e humb bereqetin. Ndoshta e shet madhe, po bereqet nuk ka. Kush betohet të rreshëm për me shit tregti, madh me po. Edhe heq mos me qenë betime rreshëm nuk është i pëlqyer që në shqip lere mu betu, pasha Allah, nuk ka me këta. Mos e thuaj që ta. Pasha Zotin, nuk ka me këtë. Mos e thuaj, mos bëbi.
Edhe heqë mos kohë betejmë e rrejshë, mos bëbej, mos thuj s'ka ma të mirë. Se betimi në kërë pastaj në thonë, vallaj, s'ka ma të mirë, se që ke që ti peshet, gjithë shka ka, vloje. Gjithë shka ka. Se s'ka ma të mirë. Be mos bo, mos o betë, gjene e njërë tjetër, lavdoj e modhin, e sa është për më lavdu. I ka që të karakteristika në regull është. Amo pasha zëtin, s'ki me gjithë ma të mirë, ka bëjmë ashtë kjo. Se në ashtë të gjërë ma të mirë. Po flasim nëse një farforme ki drejt, e runa zënë që shë kanë disa njerëz, shprehi më bëtu rajshme. Kur shetë i shka, një që në binë blesin, betohet e profeti po thotë, që këlloj betimi pra është prej mëkateve që nështë të e shetë, se ta i të besën, se dhe mos këtë e bonë bej, por bereqet nuk ka. Një hadith të 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 shëllëzër, subhanallah, është hadith që transmetën e Budherri, dhe është frigu edhe Budherri dhe shok të tjerë kër e kanë dëgju. Thalathatun, sepse është hadith kërcënus. I përmen 3 kategoritë të njerëzve që do të ballafaqohen në një dënim të erë ditën e gjykimit. Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim. 3 persona Allahu nuk do t'ju flet ditën e gjykimit. Wala yanzuru ilayhim, dhe as nuk i shqipçan ata. Subhanallah. Wala yuzakkihim, dhe as nuk i pastran ata, nuk i mshiron ata. Walahum adhabun alim, dhe ata do të kenë dënim të dhëmshëm. Qale, ka thonë Budherri, kulti ja Rasulullah, men hum khasiru wa khabu, kur janë ata që vërtet pas kanë humbë dhe që kanë shkatëruar. Pastaj ka përsërit profeti sallallahu 3 herë. 3 herë ka përsërit, 3 persona Allahu e kanë këtë lloj ndëshkimit të errët të gjykimit. Nuk ju flet, por është i hidhruar ndaj tyre. Nuk i shiqon, njeriu kur është i hidhruar ndaj dikujt, jo që si flet, po kur është halal dhe ma shumë i hidhruar, as nuk dënë me po me sy, edhe në familje me dika. As i flet, as nuk e shiqën, wala yuzakkihim, as nuk i pastran, wala hum adhabun elim, dhe ata do të kenë dënim të dhëmshëm. Ka thonë el musbil është personi cili i ngrej i lëshon pantollat dhe nga mendje madhësia, kjo është kuptimi që në një pjesë e madhe dietarë, që në banë pantollat gjatë nga mendje madhësia, i ngrej zharë ose i lëshon në zogën e këmbës, por si pas një komentit të madhe dietarë, ka thonë e që në banë të nga mendje madhësia. Në muslim. Andaj dhe shkëzër nëse shini dikon prej besimtarë vëllezërve që i kanë shkurtu pantollat, mos mendoni keq për ta, mendoni mirë. Sepse ky hadith është kaq hadith që besimtarët ja të rejkë vëmendje. Disa kanë thonë nga mendja madhësia, megjithatë, ai i cili dënë me qenë maj sigurt dhe ruhet që mos me hinë qëtë kërsin të këti hadithi, Allah është të bleftë. Allah është të bleftë. I dytë të shëndësët dhe që është lidhet me temën tonë, më munfi kusil atahu bil halfil kadhib, dhe ai i cili shetë mallin e ti duke u betur rrejshëm. Lidhet me hadithin e mashëm. Është kënë edhe sot. Dhe ai që bën be rrejshëm, kur të shetë diçka, është me e tyre që Allah Azza wa Jall do të dënojnë këtë
Dhe i treti është ai që i bërë të fjallët. Bërë të fjallët të këshia, ose bërë të fjallët për mi prish njerës me zveti. Filoni tha për ty që shto, që kjo është, që të është në qëtëria. Me njët e që ka thonë, ai për ty, ti kur si kështë e full. Kjo është të rëzishme. Jemi njerëz, mundet me ka hu. Flet me diçka për dikën, po ati si kam rinë vesh, po ti mos ja qaj ndërë, mos ja qaj. Sepse i prishe që ta dhe me zeti. El-Mennan është ai që i bërë të fjallët, për mi prishe vllaznin besimtar xhamatin me zeti. Filoni po flet për ty. Filoni me diti, me njofti, qyshe një one, ki kujdes. Kjo është rrezik, Allah. Kjo është rrezik. Son njëri e ka urrejnë dikon, veç për shkak se dikush e ka qunë në i fjallë. S'ka pas urrejtja, s'ka pas vendim kesh, po dikush ka njëherë mundet e të fjallë, veç me qenë të vërteta. Edhe nëse jo. Ka shumë një person të një djetar, dhe i ka thonë, filoni po flet kesh për ty. Ka thonë, a nuk gjeti shejtoni postjerë tjetë në veç tyja, ati postjerë e shejtoni tjetë, sepse kjo, mi qu fjallë, mi shti fjallë, mi borë, kjo është vepër e shejtoni. E ty të pas ka gjithë postjerë, pa pore. Së varë gati, së varë gati shejtoni, mi borë fjallë në mes njerëzve dhe mi prish njerëz. Këto tri vepra të shëndozër janë vepra të rrezikshme. Janë vepra të rrezikshme dhe të dënueshme se pas ti hadithi me këtë dënim të në ditën e gjykimit. Po është një hadith që të transmeton Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, thotë ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, nuk më hyn xhenet ai trup që është rritë me haram. Nuk më hyn xhenet. Pra, është për qëllim nuk të hyn xhenet deri sa të pastrohet. Deri të pastrohet prej mëkateve. Prej pasor është rëzër që janë përmend dhe në hadithin e 10 që transmeton për Buhariu në hadithin e Nevojit, është nuk i pranohet doja. Doja dhe ibadeti në përgjithësi. Për ata në fund të hadithit çka ka thonë pejgamberi? Wa dhakara rajul e ka përmend një burr që ka dalë në udhtim për ibadet, është lodhur, është skapit, i pluhnosur, i pakrehun, dhe i ka ngrit duart lartë dhe përmendoj ja Rab, o Zot, dhe pja paraqet Allahut kërkesat e tij. Kurse thot është ushqim me haram, është rrit me haram, ushqimi haram, pija haram, vesha haram, është rrit me haram, fa anna yustajabu lahu, e qysh një përgjigj, një pranu doja këtij. Ka të shëzër në një hadith, subhanallah, kur Allah azza wa jall të gani ibn Abbasi, thot është lexu ky ajet në praninë e profetit alayhi salatu wassalam. Ja yuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban. O ju njerëz, hani prej asaj që është në tokë që është halal dhe dobishme e mirë. I ka thonë njëri prej shokëve të tij Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, ja Rasulullah. Ka thonë lutë Allahun që më mbo mu prej atyre që më pranohet doja. Lutë Allahun që mu më i pranu doja, i thëtë Sa'di. Ja ka përmend pejgamberi një kusht. Ja Sa'd, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wa. O Sa'd, ushqimin haja halal e ki dobe pranone. Ushqimin halal, riskun halal, doja e pranone. Andaj dashur vëllezër,
ky sahabi nderuar ka qenë shumë i kujdesshëm pastaj se çysh po fiton. Dhe kanë thonë pastaj dikush, kile lehu, qysh po të pranohet ma vonë, qysh po të pranohet ty doja. Ka thonë, ma rafa'tu ila themi laqmeten illa wa ana a'lam min ayna ja'at wa min ayna kharajat. Nuk e kam ngrit asnjë kafshot të goja ime përveç se e di se qysh e kam fituar. E di pra që kam halal. Është një rast vëllezër pashtë të tregon e Buhari radhiyallahu ta'ala anhu, thotë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha kharaja ar-rajulu hajjan, kur del niset haxhia në shkon haxh. Wa nafaqatuhu halal, dhe pasuria e tij që ai po shkon haxh është halal. Edhe mjeti që ka hyjë që po shkon e ka me halal. Kur të fillon haxhin, fanada labejk Allahumma labejk, dhe fillon me thënë telbije, labejk Allahumma labejk, të përgjigja, o Zot të përgjigja, subhanallah. Nadahu munadin min as-sama, labejk wa sa'dejk, zaduka halalun wa rahilatuka halal, wa hajjuka mabrur. Thotë thret një zotër i qiellit, lebejke vë sa'dek, pranohet përgjigja dhe i lumturi, zaduke halal, pasuria me cilën po vjen haxh është halal, dhe mjeti që po vjen haxh me ta është halal, u hajjuke mabrur, dhe haxhi është mabrur, haxhi pranuar. Në shumë se në haxh nuk shkohet gjithçysh, nuk shkohet gjithçysh. Ka për besimtare që parën që e ka pas për haxh, e ka pas ekstra. Fitimin ose parën që e ka llogarit me shku në haxh, 100% e ka do pro për haxh vetëm ato që e ka pas kullume. Veç me njës. Halal 100% që ato ka do për haxh. E përzime ka pak e 200, ke bo nëj marrëveshje, nëj shitblere, nëj punë që vetë nuk je bashkë i knoqën, që e kje bashkë, nuk e kështi për haxh. Nëse haxhi është në modë vazhdan hadithi, kurse dhëtë, ai cili niset në haxh, e që nuk e ka pasurinë qysh duhet, nuk e ka pasurinë qysh duhet, se ka fitu në halal. E tashme qatë pasurinë ka pagu edhe transportin, e ka pagu edhe krejt, ushqimin e këtë adje. Këti personi të të thot lebejk Allahumma lebejk Allahumma rabbil alamin. Nadahu munadin min as-sama, thirr një thirrës ose thirr një thirrës prej qiellit. La lebejke wala sa'dek. Për ty nuk ka përgjigje dhe nuk pranohet udhëtimi. Zaduka haram. Pasuria që e orë në haxh është haram, aja që ke pagu është haram, u haxhu ke mabrur dhe haxhi nuk është i pranuar, Allahu na rëtja alamin. Ka thonë disa prej se këtë është vëzër, mosu mërzit ose mosu bregos nëse së pranohet doja, kur ti e ke pengu ose i ke qitë penges me kate. Mos e bërë s'po më pranohet doja. Kontrollohu pak vetën qyshi. Thot mos e bërë mos u çudit nëse s'pranohet lutja kur tu je duke bërë gjënohë.
sepse këto janë pengesë vazhdimëzër në pranimin e dorë. Prej pasojave të mëdha të vazhdimëzër, dhe këto janë disa mënyra të fitimit, është mallkimi dhe largimi prej rahmetit të Zotit. Mallkimi dhe për Allahu i ka mallku disa lloje të fitimeve. I ka mallku, jo që është haram, po edhe i ka mallku o besimtar. I ka mallku. Vallahi duhet me qenë kujdesshëm. Allahu, në njëri thjesht me të mallku dhe njëri me të memë që është të populli. Edhe frigohet. Po me të mallku Allahu Azza wa Jall, kush ka me të mëshiru pastaj, kush ka me të falë, kush ka me ndihmu nëse ajta ka bëbla, nëse i njës. Thotë për vete selam dhe shkëzër, Allahu e ka mallku ata që hanë riba, ata që e merë dhe ata që e jenë. La'ana Allahu, ose la'ana Rasulullah, e ka mallku për vete selam, në hadith që të rasmëtan Abdullah ibn Mas'udi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa munkilahu. E ka mallku profeti alayhis salam ata që e jep kamatën dhe ata që e merr. Në një transmetim tjetër që transmeton Xhabiri, thot la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa munkilahu wa katibahu wa shahidayhi wa qala hum sawa. Allahu ka mallku ata që e hanë për merë kamatën, ata që jep kamatën, ata që shkruan kamatën, ata që dëshmon për kamatën, ose ata i ka përmend dy dëshmitar, dhe ata që dëshmojnë për kamatën ka thonë, u qale hum sawa, ka thonë të gjithë janë barabara në katë Allahu në gjallë. Dhe do të më bëha dhe do të më qenë kujdes të shkëzës nuk është e punë shumë e thjesht ose legjë është njerëz sa të kanë marrë. Në posë kujdes dhe ata që punojnë ato vende ku punohet me kamat është problem besimtarët në dërmuar. Një tjetër mënyrë që e ka mallku Allahu Azza wa Jall është risheti. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كنت بأمير عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي. الله ka mallku ato që jep rishetin dhe ato që e merr rishetin. Ato që jep edhe ato që e merr. Kam parasysh se sa të jetu një kohë të vështirë, në disa rrethana, kanë thonë dietarët, kur pamundsohet e hakyt, s'monesh me rri, s'monesh me fitu, ose s'monesh me him punë, e kanë bo, ka mundësi, në disa vene, ose s'monesh me pranu në shkollë, ose s'mundesh me fut modën, e kështu me rrallë, mënyra të ndryshme, kur e drejta jote pa mundësohet. E të bëhet zullum. Kësi rast është të zërë, është që është atjetër. Për ndryshe, me dhamë në rëshqet, Allahu e ka luftu dhe luftan dhe Islamin të dukuri mati. Ato që jep dhe ato që merr.
E sa pasojat i ka bërë është të sot rishveti. Sa pasojat i ka bërë shoqëni sot rishveti. Sepse ndoshta shumë punë kryen fatkeqësisht përmes rishvetit, por nuk kryen përmes rishvetit ose në bondin e vepër që nuk është e drejtë e jotja është në mallkimi Allahut azza wa jalla, me pas kujdes. Kjo është dënuar me ligj, por para se me konë dënuar me ligj, dhona e rishvetit dhe mali e rishvetit është haram dhe është prej mëkateve të mëdha që Allahu i ka mallkuar të dytë, edhe ato që janë, edhe ato që janë. Subhanallahu, i kam edhe një dy ose 3 hadithe të rëndësishme shumë. Një tjetër mënyrë ose një tjetër lloj i përfitimit pasurisë haram që po është Allahu e ka mallkuar është edhe ndrrimi i mexhave, shtyjmexhat. Mi lëviz mexhat në botë të verë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith që transmeton Ali radhiyallahu ta'ala anhu, thotë ka thonë pejgamberi sallallahu la'ana Allahu, e ka mallku Allahu men ghayyara manar al-ard, ai që i lëviz shajat e tokës. Mexhat e ka mallku. Zanë është vëzëvaj cili ka pos shpehi, mosil ka mexhat, e me lëviz ka pak mexhat, nuk e ka pohërin në këtë botë, e për botët e dhe zotë e dëmës problem është. Asë këtë botë se ka pohërin. Qaj që ka pos marak në mexhat, janë disa njerë që është. Me këteri ko, e ka orën e modhe, i bëhet marak. I bëhet marak në mexhat pak me. Ose mënyra tjera i lëviz mexhat. Ja që të kom, ja që të është të në halën, boba ishte të kom guri, ja kështë në halën. është rrezik dhe është haram i madh, dhe është mëkat i madh, sa që Allahu azza wa jalla e ka mallku atë person. Po është të mëzër, Allahu azza wa jalla e ka mallku edhe alkoholin. E ka mallku edhe alkoholin. La'ana Allahu al-khamr. Dhe jo vetëm alkoholin. Zënë të hadith. Transmeton Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Thot ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, lu'inat al-khamru, alkoholi është i mallkuar. Pijet alkoholike janë të mallkuara për Allah, në ka për e qenë tu. Pijet dhe se janë të mallkuara, nuk ka hajnë tu. Pra, si pije është e mallkuar. Pastaj thot, e ka mallku Allahu alkoholin nga 10 mënyra, perspektiva. Alkoholin si pije. 2. Ato që e shtryrë, që prodhon. 3. Ato për cilin prodhohet. Ato që e shet. 4. Ato që e blen. 5. Ato që e bëhet. 6. Ati cili i dërgohet. 7. Ai që punon me to 8, profiton, as e pin, as shpesë që në përqitore ma, bën biznes. 8. Ato që e shet, 9. Dhe ai që hanë qmimin, dhe më thonë që ushqejet për mes biznesit në të, u e shërin dhe ai që e pin,
9 dhe 10 dhe ai që i bën qeshën vetë. Në alkohol është problem. Asnjë derë nuk e kalon të punurit me alkohol. As me shtyr, as me prodhu, as me bardh, as me shit, as me bohezmet, as me pi, as me shëty, as me mojt, shpejt, as shqitore, as fabrik, as kërkon, as kamion. Sepse Allah e ka mallku si pije dhe i ka mallku pastaj njerëzit të cilët merren me këtë gjëna. Po ndërprej të shpëzët për shkak se edhe koha është plotsu, e lutem Allahun Azza wa Jall që na bëjë atyre që jemi të kujdesshëm në fitim dhe po ashtu në ushqim dhe të mundohemi të shpëzojmë maksimum që fitimi dhe ushqimi të jetë halal dhe të ruhemi prej haramit. Ma mirë halal e pak edhe nëse është pak, se sa haram edhe nëse është shumë. Halali ka bereqet dhe harami, kurse harami nuk ka bereqet dhe ka pasoja të mëdha. Zoti na ruaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.